Ti jesh musliman praktikues, por duhan pirës i rregullt, halal apo haram? Në duhani është haram, po nuk të nxjerr nga feja. Okej, pra kjo është pyetja. Të gabosh vazhdimisht me idenë se Zoti fal. Halal apo haram? Haram, në kuptimin nuk mund të abuzosh. Jo, gabimi është njerëzor, po të gabosh me idenë që Po pra, ky është abuzim. haram. Gënjeshtra e bardhë për mos i lënduar dikë, halal apo haram? Halal. Halal? Po. Pushti i vetën, ma e vetën në butë. O, qa më bëri për mund, 1-0 për Hoxhën. Po, më duket se ishin 3-0. 3? Ishin 3, tani u bë 4. Po Mos bëjnë. Jo, nga post... Pra, gjithë ideja e gënjeshtës, Shko, kur e njem nga afër e do fort. gjithë ideja e gënjeshtës është mos të dëmtosh. E kuptoj. Momenti që nuk dëmton, s'ka problem. Pra me ti kuptim, thua, mos gënje, për të dëmtuar dikë, ama nëse dëmton, madje ka një fjalë profetike që thotë, amon mos u emociono. preka lese u preka. Kush gënjen në luftë thotë nuk ka gënjur. Se në luftë vëlla. Aha, Kush ka gënjur për pajtuar mes dy njerëzve nuk ka gënjur, okej. dhe kush ka gënjur bashkëshortin ose bashkëshortin nuk ka gënjur. Pa me kuptimin më mirë futi rend se sa çaj shkohën gjithë natën, pse e bone, pse s'e bone.